Një shtetas serb është arrestuar në Shkup në ndyshimet se po përgatiste kryerjen e një vrasje në emër të një grupi kriminal, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Sipas autoriteteve serbe, arrestimi është realizuar pas bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacioneve ndërmjet Policisë Kriminale të Serbisë, Shërbimit për Luftimin e Krimit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të RMV-s. I arrestuari identifikuar me inicialet SM, 42 vjeç, dyshohet se kishte hyrë ilegalisht në territorin e Maqedonisë së Veriut me qëllim kryerjen e veprave të rënda penale, ndërsa objektivi kryesor besohet të ketë qenë një likuidim. Ministria e Brendshme konfirmoi se aksioni është kryer të hënën në udhëheqjen e Prokurorisë Themelore Publike për ndjekjen penale të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Përveç SM janë ndaluar edhe 2 persona të tjerë. U kryen mbastisje në disa lokacione në Shkup, gjatë të cilave u gjetën drogë, para, telefona celular, uniform taktike e zezë, thik ushtarake, pistolete markës CZ, si dhe municion. 3 persona janë privuar nga liria, 2 prej të cilave janë shtetës serbe dhe një shtetës maqedonas. Sipas informacioneve operative, SM lidhet me një grup të organizuar kriminal dhe në Shkup kishte ardhur me një detyrë konkrete, realizimin e një vrasjeje. Autoritetet kompetente në të 2 vendet po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë rastit, përfshirë identifikimin e porosistit, motivet dhe bashkëpunëtorët e mundshëm të dyshuarit.